Një 30 vjeçar u arrestuan nga policia e Lezhës. Udhëtonte i armatosur me armë zjarri pistolet. Sipas bluve, shërbimet e forcave të posaçme shqiponja bazuar në informacionet e sigurta në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar tranziti, ku në aksin rrugor Lezhë-Shkodër, pranë rrethit të Shënxhinit, shërbimet e policisë ndaluan për kontroll automjetin taksi, në të cilin dyshohej se udhëtonte si pasagjer një shtetas si armatosur. Gjatë kontrollit fizik të pasagjerit, shtetasi GU 30 vjeç banues në Shkodër, ju gjet dhe sekuestrua një armë zjarri pistolet me 2 krahra dhe municione luftarake. Në vijim të veprimeve procedurale, shtetasi GU u arrestua në flagrancë për veprën penale mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Arma e zjarrit të sekuestruar do të dërgohet në institucionin e policisë shkencore për verifikime, nëse është përdorur në ndonjë ngjarje kriminale të ndodhur më parë, ndërsa materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.